E dëgjova Izetin brëm Saraj, tha, a doni ta sjellni bedelin e Gostivarit. O Izet, Bleranti është biri Saraj. Fatmirësish, Bleranti nuk është bedeli Mickovskit. Dhe kjo është e turpshme. Si do qoftë, vleni më nuk ekziston. është len, momentalisht kanë 3 ministra që nuk janë të partive politike shqiptare. Kështu oficialisht e thonë, njëri Mbesa thot nuk është i joni, ne të aleancës 2 i temi nuk janë tonit. Kush i mban këto? I mban Mickovski. Leni praktikisht është shndruar në një instrument të cilin e keq përdor Mickovski.